diskutova gjatë për këtë pjesë, nëse do shkoj të votoj apo jo dhe nëse do përfshihem në proces apo jo. Dhe arrita në konkluzionin që zgjidhja më e mirë do ishte që të mos angazhohesh afare në këtë proces, mos të shkoja të votoja. Dhe jam i bindur që si unë besoj qindra, por dhe mira, demokratë të tjerë kanë bërë të njëjtën gjë. Në thelb argumentohet ky qëndrim me këtë pjesë. Një zgjedhje në cilin ka vetëm një kandidat është kundër kulturës të Partisë Demokratike. Pra, nëse një person angazhohet në bazë, kupton diçka, kryetarët e dekëve, kryetarët e grup seksioneve, po dhe kryetarët e seksioneve, në momentin që kanë një pretendent tjetër për të bërë detyrën e tyre, dhe në momentin që mbaron mandati, kanë një komunikim shumë të lirshëm me njëri tjetrin dhe thonë qartë edhe pastër, bëj votat, shkojmë në kandidim dhe të fitoj ai që ka më shumë vota. Pra, kjo paktën ka ndodhur nga viti 2014 në cilin unë kam filluar të angazhohem, edhe deri më tani, sa herë ka patur zgjedhje për formimin e strukturave, bisedat kanë qenë të tilla. Dhe në momentin që nuk kanë qenë procese zgjedhore, palët kanë rënë dakord, do presin periudhën kur do bëhen zgjedhjet dhe të vendoset kush është më i miri në drejtim të strukturës. Kështu ka funksionuar në parti, kështu ka ndër vite. Kështu që është diçka që zgjedhjet që u bën me 23 maj është diçka që është kundra kulturës tonë demokratike, brenda strukturës tonë politike. Dhe po rrjedhoj, po krijon një precedent shumë negativ, sepse në një të ardhme një kryetar deke mund të zgjidhet të bëjë të njëjtën gjë. Një kryetar grup seksioni mund të zgjidhet të bëjë të njëjtën gjë. Kështu që praktikisht minohet modeli ose procesi ose kultura e brendshme e Partisë Demokratike. Paraardhësit tanë politik kanë bërë 40 vjet, 45 vjet luftë politike për të patur çfarë? Pluralizëm politik, pra të drejtë për të patur disa parti politike, për të patur disa kandidat, të drejtën për të kandiduar vetë, por për të kandiduar dhe një shok ose një mik, për të mbështetur atë që ata pëlqejnë, po ndoshta edhe të drejtën për të dhënë disa ide të ndryshme, të drejtën për të mbrojtur këto ide dhe të drejtën për të testuar këto ide në publik me votë. Kështu që këtu është shkelja e dytë që po zhvillohet. Për rrjedhoj, unë dola në konkluzionin që janë zgjedhje që nuk na shkojnë për shtat, nuk kanë të bëjnë me mënyrën se si funksionon Partia Demokratike, me kulturën e Partisë Demokratike, me historinë e Partisë Demokratike. Sinqerisht po bëja një research, një kërkim, të vetmet parti në botë që më rezultojnë që bëjnë zgjedhje të tilla janë partia e Vladimir Putin në Rusi, partia e Xi Jinpingut në Kinë dhe partia e drejtuesit të Koresë së Veriut. Për më tepër ato kanë dhe një argument, se argumenti është që janë parti që janë pushtet, ndërkohë që ne jemi parti opozitare. Dhe nëse marrim shembuj të partive demokratike, opozitare në Europë, nuk ka shembull të tillë, nuk ekziston. As në Amerikë nuk ekziston një shembull i tillë. Mua më rezulton që ka qenë një pjesëmarrje shumë e vakët. Më rezulton që një pjesë dërmuese e demokratëve që komunikojmë, që njohim, nuk kanë dalur të votojnë. Procesi ka besueshmëri të ulët, kjo sepse si proces praktikisht po drejtohet nga njëjtët njerëz që drejtuan procesin zgjedhor të Lulzim Bashës në 2021-shin. Dhe në 2021-shin është i njëjti ekip që organizoi zgjedhjet dhe pastaj doli edhe vetë drejtuesi i kuvendit kombëtar dhe tha që ne kemi bërë abuzime në garën e vitit 2021. Kështu që unë do ta quaja një garë të ngjashme me atë garë dhe unë them që nuk i shkon Partisë Demokratike, nuk i shkon demokratëve, nuk na bën nder as pak si forcë politike dhe për më tepër ne ngrihemi dhe reagojmë vazhdimisht, themi që nuk ka zgjedhje të lira, dhe realisht nuk ka zgjedhje të lira. Ngrihemi dhe themi që sistemi është i manipuluar, është i kapur, dhe realisht sistemi është i manipuluar dhe i kapur. Ngrihemi dhe themi që goditet opozita, ngrihemi dhe themi që përdoren gjitha metodat me gjyqësor, me ekzekutiv për të manipuluar procesin dhe praktikisht bëhet e njëjta gjë brenda forcës tonë politike. Dhe kjo nuk është e arsyeshme. Ne për të qenë një alternativë për shqiptarët,
Ne duhet të sjellim diçka të kundërt me atë çfarë ofron Edi Rama. Ne minimumi duhet të ofrojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, korrekte brenda Partisë Demokratike. Kryeministri Rama do bëj për vjetorin e Partisë Socialiste, pra 35 vjetorin do e zhvillojnë në Pallatin e Sportit e Ramazan Njala në Durrës. Përveç faktit që kur kanë bërë lajmërimin, mbiemrin ja kanë vendosur Njala, pra një mungesë vlerësimi dhe respekti ndaj figurave historike të qytetit Durrësit. Pra këta nuk dinë akoma mbiemrin e sportistit që ka marrë emrin Pallati i Sportit. Këta po detyrojnë administratën dhe kemi raportime nga qytetarë që punojnë në administratë, dhe këta po i detyrojnë që të shkojnë tek ky takim. Pra Rama thot, hajde festoni 35 vjetorin, ju ftoj në fest me detyrim. Edhe janë me listë emërore, dhe këta persona nëse nuk shkojnë rrezikojnë të mbasin vendin e punës ose minimumi marrin një kritikë goxha serioze nga drejtuesi i institucionit që komunikojnë. Kam një fakt konkret komunikimi me një qytetar, një banor të Durrësit, i cili më shkroi dhe më tregoi problematikën. Është një qytetar i thjesht, është një familjar, është një njerëz që punon nga mëngjesi në darkë, është një njerëz që me shumë sakrifica përballon jetesën dhe me çfarë përballet tani? Ai person me zi pret mbaroj orarin e punës, që të vazhdoj të bëj një punë të dytë, sepse është i dy punësuar, pra nuk i mjafton ajo paga në shtet që merr aktualisht për të përballuar shpenzimet familjare që ka. Dhe tani del kryeministri dhe thotë do vish patjetër tek ky takimi, ke kjo përvjetori e Partisë Socialiste, sepse të them unë dhe s'më intereson fare nëse ke punë të dytë apo jo, se do vish me emër mbi emër me listë prezencë, për ndryshe të heq nga puna. Pra bën punën siç është për të bërë qytetari, detyrohet të ndjekë aktivitete të tjera ekstra punës partijake, pa dëshirën e tij, pa vullnetin e tij. Kanë bërë deri diku edhe qesharake, më kupton? Pra po të shikohet intelektual nuk po e mbështesin këtë pjesë, ato që janë realisht të pavarur. Po edhe qytetarët e thjeshtë që janë në elektorat gri dhe që ne synojmë që t'i marrim që të votojmë Partinë Demokratike, sepse realisht ne meritojmë që të votohemi si opozitë, pavarësisht gabimeve që bëjmë, po qytetarët duhet të votojnë opozitën. Nuk është mbështetje qytetarë tek elektorati gri me këtë lloj lëvizjeje. Po të shikoni, ka edhe gazetar të njohur që kanë padur një linjë opozitare. Nuk mund ta them as i bindur i dikujt i X-it apo i Y-it, po shikoj që reagojnë kundër këtij vendimi. Po të shikoni gjithashtu përfaqësuesit e Partisë Demokratike që dalin nëpër debate publike për këtë lloj tematike. Po të them vërtetën, delendisen, dalin shumë keq, sepse nuk ka argument, është e pamundur ta mbrosh këtë gjë. Kështu që unë mendoj që me këtë lloj procesi që u zhvillua, intelektual të caktuar u përkulën brenda Partisë Demokratike, ato që e mbështeten këtë proces dhe moralisht kanë shumë çedime në faktin që dhanë miratim për ta vazhduar këtë punë. Nëse militanti të ndjek me bindje dhe me zemër, sepse do forcën politike dhe është i bindur që ta ndjek forcën politike në çdo gjë që bën, intelektuali atëherë është dyfish fajtor, sepse e din çfarë po ndodh dhe thjesht për një vend pune pak më të mirë, ose për një karrierë në një të ardhmen, ose për ato listat e famshme deputetit, zgjedh që ti bindet kryetarit partisë.